الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا الجماعة kjo është gjumaja e parë e muajit të Ramazanit, ku janë mbledh dy vlera të kohës, dita e gjuma edhe ditë Ramazani. Lutim Zotin e Madh te bareke ve teala në gjumën e parë që Allahu të na lehtëson këtë muaj, na mundson që të udhëzohemi në këtë muaj, ta shtojmë udhëzimin tonë në këtë muaj, të bëjmë vepra të cilat e kënaqin Allahun subhanahu wa taala dhe të na ishlyn Allahu xhel xhelalu gjunahet tona. Të nderuar xhamat, përmendëm hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat kanë ardhur në 3 transmetime për të njëjtën gjë, e cila ka të bëjë me agjërimin. Përmendëm që çdo musliman mund ta ketë një agjend, mund ta ketë një plan, mund ta ketë një tabelë që dëshiron që ta realizon në Ramazan, dhe jo secili e realizon tabelën e vet, nga se mundësitë edhe dëshirat janë gjëra të ndryshme. Andaj ne kemi dëshirë shumë të bëjmë, mirë po ndonjëherë mundësitë nuk janë të mundshme. Andaj muslimani nuk duhet ta han veten dhe ta zhgënjen veten dhe ta mundon veten nëse plani i Ramazanit nuk i del çish duhet, për një arsye të vetme, se kapitali bazë është shumë e rëndësishme, dhe ajo është agjërimi. Andaj është begati në vetveti që ti po agjeron, është begati dhe mirësi e madhe Allahu subhanahu wa taala që ta ka mundsuar me agjërue. Andaj gjithsa planet që i ke bëhe, nëse lëviz diçka prej planit, sa ke pas hatme me bë, sa ke pas namaz me bë, sa ke pas sadaka me dhon, sa ke pas shumë mira me bë, nëse ato nuk realizohen në bazë të planit tan, mos u dëshpëro, se ajo e cila të mban është agjërimi. Ti fundja jetu agjërue, fundja jetu e krij obligimin Allahu subhanahu wa taala, i cili vetveti është problem të Allahu xhel xelalu. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend 3 transmetime dietarët nga ai, në Sahih Buhari, në Musnedin e Imam Ahmedit, se ka thënë alaihi salatu wassalam, Allahu subhanahu wa taala ka përjashtuar agjërimin nga veprat e tjera të birit të Ademit. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, çdo vepër e birit të Ademit shumëzohet prej 10 deri në 100 sevape, 100 shpërblime, përveç agjërimit. Transmetim tjetër çfarë ka thonë? Krejt janë të birit të Ademit përveç agjërimit. Apo, dhe transmetim tjetër ka thonë Allahu subhanahu wa taala, unë e shpërblej ata. Unë e shpërblej ata. Në transmetimin e parë, si kuptohet, shumëzimi i veprave bëhet vetëm me vepra tjera. Ramazani sin kalkulim. E dyta, çdo vepër e birit të Ademit është e insanit, përveç agjërimit. Kanë thënë për shkak të përkatësisë. Vini re, për shkak të përkatësisë. Sikur çapja hapi murit kësaj bote, nuk ka pita ahiretit. Çapja hapi murit. Ibrahim alayhis salam e ka ndërtu, pastaj arabët e kanë ndërtu për s'dyti. E kanë bë, njerëzit e kanë bë. Ama ajo pse çape, se është Beitullah, shtëpi e Allahut, përkatësinë e ka. Përkatësinë. Kjo xhami njerëzit e kanë drejtë. Po çka dallon pi shtëpisë tane? Se është Beitullah, shtëpi e Allahut. Është përkatësia, pra nderi është bë për atë, për hir të tina. Andaj agjërimi merr vlerën e vet, se Allahu subhanahu wa taala nga këtë vepra që i bën biri Adem ka thonë, veç kjo e jemja. E kur ka thonë që kjo e jemja, kjo e bën veprën shumë ndershme. Apo kur ti i thu dikujt, pi këtë veprave tua, veç ta pëlqeva. Do ajo vepër ka rëndësi.
Ai ka mundësi të ka bo një varg vepra të mira, ti i thua për shembull ama mu veç që kjo mu bekenis. Do thonë që e vepra kanë shumë rëndësi. Andaj piketësh ka i ban ti, Allah do të po, ama veç agjërimin e ke bo për mua. Të qerat i ke bo ka pak edhe për tjerë. Shiko kjo përkatësia, i thonë idhafe, e ke përkatësu, ja ke ngjit atina. E Allahu subhanahu wa taala ka marr pikit veprave të birit të Ademit, ka thonë veç agjërimi është për mua. Andaj vlera e agjërimit është te përkatësia. Te përkatësia e Allahu subhanahu wa taala. Dhe e treta, wa ana ajzi bihi. Dhe ka ardhur smetim, gjitha veprat e birit të Ademit janë kefara illa as-sawm. Çdo vepër e birit të Ademit është shpërblyese dhe dëm shpërblyese. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala përjashto agjërimin. E kanë pyet Sufjan ibn Uyeinën, dietar për dietarëve të parë të muslimanëve. I kanë thonë, cili është shpjegimi i këtij hadithit? Çdo punë e birit të Ademit ka kefaret, ka dëm shpërblim, përveç agjërimit. Ka transmetuar Imam Bejhaqiu transmetimin e tij. Ka thonë Sufjan ibn Uyeinë, ki imam i madh i muslimanëve, ka thonë nuk di hadith më shpresues se ky hadith. Pse? Ka thonë ditën e Kiametit del robi përpara Zotit xhelle xhelalu, ka bo vepra të mira plot, dhe vin kundërshtarët e tij, hasmit e tij, viktimat e tij. Ka njëri ka bo zullum dikujna, i ka hin hak, i ka hin hak në pazar, i ka hin hak kushijës, i ka hin hak dostit, i ka hin hak familjes, ata e lipin hakin. Si cili ka me lip hakin e vetë, sidomos atë ditë, se atë ditë dahen hakët e drejta. Edhe vjen njëri dhe ta lip hakin që i ke bo dam. Thot Sufjan ibn Uyeinë, ta shkuptoja hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Vjen njëri edhe thot, o Zot, kthe me hakin. I merr pi namazit, i merr pi zakatit, i merr pi haxhit, i merr pi sadakajës, ja merr plot vepra, shkëmbehen. Që kjo kefara, dëm shpërblim, e shpërblen të dëmtumin tan, e shpërblen as ka i ke bo dëm. Allahu subhanahu wa taala thot, mos ja prek agjërimin. Mirë, Sufjan ibn Uyeinë thot, e nëse met, thot, Allah s'ma ka kthi hakin, ka met Allah. Allahu subhanahu wa taala thot, unë ta kthej, belon ta kthej, ama agjërimin s'ja prek. A e shihni sa është i madh agjërimi? Kur të vjen me ta mor hakin, ti thua, Allah du të me dhana, po kimi ma mora agjërimin. Allah du të jo më se prek agjërimin. Sa agjërimin e ka po për muhe. Qka ka met me dhanë, diçka tjetër, më ka met që kjo. Allahu subhanahu wa ta'ala, unë e ta jap tash. Leje këtë rahat. Andaj dhe Sufjan ibn Uyeinë, djetarëve të mëjtë muslimanëve, ka dhanë, wallahi shpresoj agjërimin ma shpëtu ditë në kiametit. Se na i marrin njerëzve që ju kena bo zullum. Ai në atë vakt ka thonë, mos flasna për këtë vakt që njeri ka mundësi, nuk ka mundësi me mahallën e vetë së në latë. Sa zullum që bajna me qytetin e vetë së në latë. Mos flasna për të tjerë, por shkak zullume që ka i bajna. Rri njeri pik këtu, e ban gjibet njeri në Amerikë, rri pik këtu në Arabi atje, sidomos të ulemat e tonë, këto ulemat e Facebookit, pik këtu rriki, i drejton këta gjë, apo don, këti drejton kë. Pse morejnë gjunat, pse ranën vetë vetën. Ka mujtë asë që taku me ata kur, asë që pa me ata kur, asë që net me ata kur, asë që dikush janë kur dorën që ke prek, kur trupin që ke pa, e ban gjibet. Ki muzatet me Allah, ka dale. Ki muzatet me kejta të shka i ki po gjibet, me kejta të shka i ki fëndua, ki muzatet. Me qëllun një vlijat Allah i gjellë gjellë, me qëllun mikt Allah subhanahu wa ta'ala. Ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala, men harab e li walijen qad adhantuhu bil harb. Kush ma prek një miktimin i baj, luft i baj. Kujdes me hakët e njerëzve. Andaj agjërimi është e vetmja vepër. Ka thonë Sufjan ibn Uyeinë, duke i shpjegu hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, çdo vepër e birit të Ademit ka shpërblim dhe dëm shpërblim përveç agjërimit. Çish përveç agjërimit? E merr Allahu xhelle xhelaluhu e pagun të dëmtumin tan për shkak të agjërimit. Allah thotë, jo, agjërimin e ka bërë për mua, leje, mos ja prek agjërimin. Edhe pse këtë vepra tjerë mundot mi pa për Allah, ama veç agjërimi pastrohet, filtrohet për hir të Zotit te bareke ve teala. Po këtë arsye të ndërum xhamat, jemi në këtë muaj që agjërojmë, e falemi, e bëjmë vepra të mira. Ti pastrojmë në jetët tona, ti pastrojmë ndërgjegjet tona, ti gdhendim karakteret tona, të bëhemi pak më musliman të ndërum xhamat. Shumë po flitet, shumë po kallxohet. Na kitë po agjërojnë, alhamdulillah, shumë Ramazana. Ama si rejt i përgjithshëm i muslimanëve, i përgjithshëm dhe në detal, nuk o që jemi agjërus. Në sheshkon pazar, a mund është me thonë këta agjërusit? Ja, këta trektar. A di kur thuhet të agjërusit?
Kur s'ban kur kush aty manipulim me peshorën, atëherë thotë çe këto xherusit. Me ardhi ku në xhami më thon çe këto xherusit, ha? Ja pikpyetje. Pse? Se shumë zullume vajna, shumë korruptime vajna. S'u thojna këto xherusit. Pse? Sa xherus çka i bë? Hexhara, kalon. A e kelon zullumin? Jo. A e kelon gibetin? Jo. A e kelon gjërat e këqija? Jo. Çel ja xherus. Ku është xherusit në rrumë xhamat? A veç bukëna? A veç ujina? Jo. Valla ka cull që janë të ninue. Ka fëmijë janë të ninu 6-7 vjet, o të ninu knas o të ninue. Apo, e ti i madh, natë mëdhej, moshës rritur, njerëz të pjek, ende se ka kuptuar se agjërimi është mu pastru të Allahu subhanahu wa taala. Vepër e cila shpresohet te Allahu xhel xhelalu me shpëtu ditën e Kiametit, me dal, me kalu urrën sirat Allahu na mundsof ya rabbel alamin. Andaj të kemi kujdes në veprat tona, të kemi kujdes në sjelljet tona, ta kallzojna përpara Zotit, po para njerëzve, po para gjithëve, se me të vërtetë jena xherus, me të vërtetë jena musliman, me të vërtetë jena të devotshëm, që nuk gënjejmë, nuk manipulojmë, nuk bëjmë dallavera, por rit Zotit te bareke ve teala, se Allahu na ka urdhëruar. Jo njëri thot marrë, ani marrë, po fillim për Zot, për Allahu subhanahu wa taala. Sikur që ninon për Allah, ban edhe për Allah. Andaj, sikur që nuk e dëmton kërkan agjërimi jot, mos a dëmtoj kërkan as dora jote, as gjua jote, as tastatura jote, as kompjuteri jot, as veshi jot, as kurrë hiç. Për këtë arsye, kjo është një agjërim i pastër për të cilin ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fa innahu li, kjo është i jemi. Ç'kjo jemi? Ditën e Kiametit, me na thënë Allahu, bëra agjërimin tem, shpëton të Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e madh xhel xhelalu në këtë ditë xumaje, ditë të madhe. Allahu ti pastron veprat tona. Allahu ti ban qabul agjërimet tona. Allahu ti ban qabul taravitet tona. Allahu ti ban qabul gjitha leximet tona. Allahu na ban qabul çdo vepër të mirë që e bëjna dhe që do ta bëjna me izin Allahu te bareke ve teala. Elusim Allahun që Allahu na jep shëndet dhe na jep takat. Allahu na jep vullnet dhe mbarësi për ta kaluar këtë muaj ashtu siç është më miri. Mos t'i harrojmë njerëz të varfër, mos t'i harrojmë fukarat, mos t'i harrojmë jetimat. Krejt kanë nevojë me pas një krah të vetit, qof kujshi, qof mahall, qof qytet, nëse e njeh ndihmoj, sidomos të varfrit, sidomos jetimat, sidomos fukarat, që t'i mundsohet edhe atyre nga dora e shtrime e njerëzve të mirë, që t'ju kalohet një Ramazan i mirë. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu t'i ban qabul veprat tona të mira. Allahu t'i shlin gjunahat tona ya rabbal alamin. Allahu na pastron pi gjunave të dukshme dhe të padukshme. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhel xhelalu na mundson që ndriçohemi me Kur'an, të ndriçohemi me hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e madh xhel xhelalu që Allahu muslimanat kudo që janë nëpër botë, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkrah, e sidomos ata vëllezërit ton, edhe ata motrat tona muslimane që janë në luftra, e janë në gazepe, e janë në siklete, e janë në shatora, e janë në ftoft. Allahu t'i ndihmon ya rabbal alamin në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, në këtë muaj të begat të Ramazanit, në këtë muaj të madh të Allahu subhanahu wa taala, e ata zullumçar, kriminal, fesadxhi, të cilët ja dojnë të keqen njerëzimit, Allahu ndërmjet vetit i shpartallon ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم تقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك أصلحنا
وأصلح شأننا وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم رحماك بالمسلمين، رحماك بالمستضعفين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في صحة وإيمان وعبادة يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.